Një grua e sofistikuar sheh rutinën e saj të pushtetit të shkërmoqet në mes të askundit. Motori i prishet në momentin më të keq të mundshëm dhe një huaj shfaqet nga vapa e rrugës. Ajo donte vetëm të rregullonte mjetin, por zbulon se është gati të shkatërrojë një qytet të tërë. Tani, çdo hap i gabuar mund t'i kushtoj shumë më tepër se sa karriera e saj. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanal dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Duke vazhduar, rruga me çakëll shtrihej si një plagë e kuqe që çante peizazhin e fshatrave të Shqipërisë së Mesme. Pluhuri ngrihej në re të dendura sa herë që ndonjë automjet kalonte aty, duke mbuluar bimësinë e ulët me një shtresë portokalli që dukej si pjesë e skenës. Aroma e tokës së thatë, e përzier me erën e pishave dhe barit të tharë, mbushte ajrin, duke sjellë me vete atë ndjesinë nostalgjike të fshatit, të kohëve më të ngadalta, të jetës më të thjeshtë. Ishte një nga ato mëngjeset e nxehta të marsit, kur dielli ende nuk kishte arritur kulmin e tij, por tashmë lajmëronte se dita do të ishte përvoluese, me vapën që dridhej mbi asfalt dhe e shndërronte horizontin në valë të lëngshme ajri të nxehtë. Ana Gjoni i jepte gaz motorit të saj të importit nëpër rrugë, motori gurgullonte butësisht ndërsa ajo lundronte nëpër kthesat tradhtare, me sytë të ngulitur tek psi që këmbëngulte të rikonfiguronte rrugën. Çdo 2 minuta, zëri automatik njoftonte një drejtim të ri, duke kundërshtuar të mëparshmin, duke e lënë atë gjithnjë e më të frustruar. Ajo ishte vonë. Shumë vonë. Tmerrësisht, katastrofikisht vonë. Takimi me të atin, Genç Gjonin, ishte caktuar për në orën 10 të mëngjesit në Elbasan, dhe tashmë kishte kaluar ora 9. Të paktën edhe një orë rrugë përpara, ndoshta më shumë, duke pasur parasysh se gpsi qartësisht nuk po e ndihmonte as pak. Çdo minutë që humbiste në atë rrugë të mallkuar ishte një argument më shumë që ai do të përdorte kundër saj, më shumë municion për arsenalin e pafund të kritikave që ai ruante posaçërisht për momentet kur ajo duhej të provonte vlerën e saj. Ana mund ta imagjinonte fjalimin e gatshëm, atë tonin për buzës që ai adhuronte të përdorte, shprehjen e zhgënjimit të shtirur por të llogaritur që ai rezervonte për dështimet e saj. Gruaja s'ka dorë të fortë për biznes, do të thoshte ai, duke tundur kokën sikur të vajtonte një të vërtet universale të pashmangshme. Gruaja humbet rrugën, gruaja nuk arrin dot as në orarin e duhur për një takim vendimtar. Si mund t'i besoj menaxhimin e një projekti prej 50 milion eurosh dikujt që nuk gjen dot as rrugën për në një qytet province? Ajo njihte çdo fjalë, çdo intonacion, çdo vështrim qortues. Kishte përgatitur mbrojtje në kokë për javë të tëra, por e dinte se asnjë justifikim nuk do të ishte mjaftueshëm i mirë. Për Genç Gjonin, ose ishe në lartësinë e duhur, ose ishe jashtë. Nuk kishte rrugë të mesme, nuk kishte shans të dytë. Motori i mjetit filloi të bënte një zhurmë të çuditshme. Fillimisht ishte një tik-tak pothuajse i padëgjueshëm, të cilin Ana u përpoq ta injoronte, duke i atribuar terrenit të parregull. Por pastaj tingulli u shndërrua në diçka më shqetësuese, një kërcitje metalike që ja bëri stomakun groh. Ana rudhi vetullat, duke ulur shpejtësinë, zemra filloi t'i rrite më shpejt. Jo, mendoi ajo. Nuk mund të ishte e vërtetë. Jo sot. Jo tani. Jo kur kisha kaq shumë në lojë, kur e ardhmja ime profesionale varej nga ky takim i vetëm, por universi dukej se kishte plane të tjera, sikur të ishte komplotuar posaçërisht kundër saj në atë ditë kaq të rëndësishme. Një tym i bardhë dhe i dendur filloi të dilte nga motori, i ndjekur nga një erë e fortë dhe e neveritshme vaj të djegur që i pushtoi flegrat e hundës dhe i bëri syt t'i digjinin. Brenda pak sekondash, motori humbi fuqinë plotësisht, duke u mbytur dhe duke pështyr, duke refuzuar të përgjigjej komandave të saj të dëshpëruara. Anës ju desh të ndalonte në anë të rrugës së parregullt, goma përplasej në guret e lirshëm, gati sa nuk humbi ekuilibrin. Ajo e ndaloi motorin me një të shkundur, duke vendosur të dyja këmbët në tokë për t'u stabilizuar, duke sharë me zë të ulët të gjitha fjalët që dinte ndërsa hiqte kaskën me duar që i dridheshin nga frustrimi dhe zemërimi. Ja ku ishte Ana Gjoni, drejtuese e lartë e një prej kompanive më të mëdha të ndërtimit në vend, menaxhere projektesh me 2 mastera dhe një savë të patëmet, e bllokuar në mes të askundit. Plotësisht e humbur në një rrugë me çakëll në Shqipërinë e mesme që as nuk shfaqej siç duhet në harë. Ajo po djersinte pa mas brenda kostumit serioz italian që e kishte zgjedhur me aq kujdes një natë më parë, duke kaluar një orë të tërë duke vendosur mes blusë së errët dhe gris, duke zgjedhur më në fund blun sepse i dukej më autoritare. Më serioze, më e denjë për respekt. Tani kostumi i ishte ngjitur pas shpine, i njollosur nga djersa, i rrudhosur, qesharak.
Takat 10 cm që duhej të transmetonin autoritet dhe prezencë, tani dukeshin zgjedhja më absurde dhe e papërshtatshme në botë. Si do të ecte me to nëse do t'i duhej të kërkonte ndihmë? Si mund ta merrte dikush seriozisht të veshur kështu, e ngritur, e papërshtatshme, qartësisht jashtë elementit të saj? Ajo nxori celularin nga xhepi i pantallonave të kostumit, duart ende i dridheshin lehtë. Ekrani tregonte një vijë sinjali kaq të dobët sa ishte praktikisht inekzistente. Pa sinjal. Sigurisht. Sepse teknologjia, ajo mrekulli moderne tek e cila ajo besonte verbërisht çdo ditë, gjithmonë dështonte pikërisht në momentet më të këqija të mundshme. Të gjitha ato premtime për lidhje universale, për të qenë gjithmonë e disponueshme, për të zgjidhur problemet në distancë me një prekje në ekran, e gjithë kjo shembej plotësisht kur vërtet kishe nevojë. Ana shikoi përreth, duke u përpjekur të vlerësonte opsionet e saj, të cilat ishin dëshpërimisht të kufizuara. Rruga ishte e shkretë, plotësisht e zbrazët në të dy drejtimet. Vetëm zhurma bezdisë e gjinkallave mbushte heshtjen e rënd të mëngjesit dhe vapa valëzuese që ngrihej nga asfalti i qatë, duke shtrembëruar pamjen dhe duke e bërë horizontin të kërcente si një mirazh. Në anën tjetër të rrugës, rreth 200 metra larg, ajo mund të shihte një ndërtesë të vogël gjysmë të fshehur pas disa pemëve. Ndoshta ishte një shtëpi, ndoshta një dyqan i braktisur, e vështirë të thuhej nga ajo distancë. Nuk kishte shumë opsione. Në fakt, nuk kishte asnjë opsion. Ishte gati të fillonte të ecte me ato taka të pamundura, duke përsëritur mendërisht se si të kërkonte ndihmë pa u dukur si një drejtuese e humbur dhe e dëshpëruar, kur dëgjoi zhurmën e njohur të një motori nafte që po afrohej ngadalë. Një furgon i vjetër, ndoshta i viteve 90, me bojën blu të zbehur nga dielli i pamëshirshëm i fshatit dhe parakolpin e ndryshkur të lidhur me tel, u shfaq duke marrë kthesën. Automjeti uli shpejtësinë gradualisht dhe ndaloi pikërisht pranë saj, motori naftë rrite me atë ritmin e parregullt karakteristik të dikujt që ka bërë shumë kilometra. Nga ana e shoferit, një burr zbriti me lëvizje të shkathta dhe praktike. Duhet të ishte rreth të 40-tave, ndoshta 45, me lëkurën të rregjur dhe të shenjuar nga dielli i dikujt që punon jashtë, me një këmishë me katror të zbehur me mëngët e përveshura me kujdes deri te bëryllat. Duke zbuluar para krah muskuloz të dikujt që është mësuar me punë të rëndë. Kishte një shprehje në fytyrën e tij që përziente kuriozitetin e sinqertë dhe shqetësimin e vërtetë, pa asnjë gjurmë gjykimi apo dyshimi. Besnik prifti shikoi fillimisht motorin e importit, një model që ai ndoshta nuk e kishte parë kurrë personalisht, por e njihte nga revistat. Pastaj gruan me kostum të patëmet dhe taka të larta që qëndronte pranë tij me një shprehje që luatej mes frustrimit dhe dëshpërimit, dhe nuk ju desh shumë për të kuptuar plotësisht situatën. Ai ishte rritur në ato rrugë, njihte çdo grop, çdo kthes të rrezikshme. Kishte ndaluar 10 herë për të ndihmuar shofer në vështirësi. Ishte pjesë e kulturës së asaj zone, të ndihmoje këdo që kishte nevojë. Nuk ishte heroizëm apo kërkim për njohje. Ishte thjesht ajo që bëhej. Keni nevojë për ndihmë, zonjush? Pyeti ai me një zë të qetë dhe të thellë, tashmë duke ju afruar motorit me hapa të sigurt dhe me vetbesim, si dikush që e di saktësisht se çfarë po bën. Ana hezitoi për një moment të shkurtër, të gjitha paralajmërimet e sigurisë që nëna e saj i kishte dhënë gjatë viteve i kumbonin në kokë. Mos prano të marrin në makinë të huaj. Mos u beso të panjohurve në vende të izoluara. Mbaj gjithmonë një distancë të sigurt, por këto rregulla ishin për qytetin e madh, për Tiranën me miliona banorët e saj anonim. Aty, në atë fshat të humbur, rregullat dukeshin ndryshe. Kishte diçka në qëndrimin e atij burri, në mënyrën se si e shikonte pa qëllime të dyta, vetëm me atë shqetësim të sinqertë të dikujt që sheh dik në vështirësi dhe dëshiron të ndihmojë, që e bëri të relaksohej paksa. Ajo nuk ishte mësuar të pranonte ndihmën nga të huajt, veçanërisht jo nga burra që nuk i njihte në rrugë të shkreta dhe të izoluara. E gjithë karriera e saj ishte ndërtuar mbi pavarësinë, mbi mospasjen nevojë për askënd, mbi zgjidhjen e problemeve të saj vetë. Por rrethanat nuk linin shumë hapësirë për krenari apo parime. Ajo shikoi orën e dorës, një Rolex që babai ja kishte dhënë kur ishte promovuar. 9:15. Takimi ishte padyshim i humbur, por ndoshta kishte ende kohë për të minimizuar katastrofën nëse arrinte shpejt, nëse arrinte të komunikonte, nëse arrinte të shpikte një justifikim bindës. Më është prishur motori, tha ajo, duke u përpjekur të mbante një ton profesional dhe të kontrolluar, sikur të ishte në një takim biznesi dhe jo e ndalur në anë të një rruge me çakëll.
Mos njini ndonjë mekanik në zonë? Besniku buzëqeshi lehtë, atë lloj buzëqeshjeje diskrete të dikujt që di diçka që personi tjetër nuk e di. Po, zonjë. Unë jam. Kam një servis në Peqin, rreth 15 kilometra nga këtu në rrugën kryesore. Mund t'i hedh një sy nëse doni. Por nga era karakteristike dhe sasja e tymit do t'ju duen disa pjesë këmbimi, nuk është gjë e thjeshtë. Nuk është diçka që zgjidhet këtu në anë të rrugës me vegla bazike, jo zonjë. Peqin. Emri i kumbonte në mendjen e Anës si një zile e largët. Ajo e njihte këtë emër. Sigurisht që e njihte. Ishte pikërisht qyteti ku do të ndërtohej fabrika, qendra e gjithë atij projekti që ajo po menaxhonte prej muajsh. I njëjti qytet që ajo duhej ta vizitonte atë ditë, menjëherë pas takimit në Elbasan, për të bërë njohjen fillestare të terrenit, për të biseduar me bashkinë, për të vlerësuar infrastrukturën lokale. Fati kishte një sens humori të veçantë dhe mizor. Nga të gjitha qytetet e Shqipërisë ku mund t'i prishej motori, duhej të ishte pikërisht ai. Sikur universi po e detyronte të përballej me diçka që ajo e kishte planifikuar ta bënte në mënyrë të kontrolluar, të programuar, profesionale. Ajo shikoi përsëri motorin, pastaj furgonin e vjetër por me sa duket të besueshëm, dhe më në fund burrin përballë saj, dhe kuptoi se vërtet nuk kishte shumë zgjidhje. Mund të më çoni në servisin tuaj? Unë paguaj për shërbimin, sigurisht. Dhe për tërheqjen e motorit. Besniku tundi kokën. Asnjë problem. Do ta lidh motorin në karroceri dhe do të çoj. Por do të marr pak kohë. Këto motori importi janë të komplikuar, nuk I kam gjithmonë pjesët. Mund të vonohet disa ditë. Ditë? Ana ndjeu panikun t'i ngjitej në fy. Ajo nuk kishte ditë. Kishte orë, maksimumi. Por të diskutoje nuk do të zgjidhte asgjë. Ajo e ndihmoi besnikun të shtynte motorin deri në pjesën e pasme të furgonit, duke vënë re se si ai bënte gjithçka me një efikasitet praktik, pa nxitim por pa humbur kohë. Kishte diçka ngushëlluese në ato lëvizje të sigurta, në mënyrën se si ai kontrollonte nyjet e litarëve, duke u siguruar që gjithçka ishte e fiksuar mirë. Ishte një lloj kompetence ndryshe nga ajo që ajo ishte mësuar të shite në sallat e mbledhjeve. Një kompetencë ndërtuar me duar, me përvojë reale, jo me tabela dhe prezantime. Kur më në fund hyn në kabinën e furgonit, Ana vuri re se kishte një çantë shpine në sediljen e pasme, me libra shkolle që dukeshin nga hapja. Besniku vuri re vështrimin e saj dhe shpjegoi. Vajza ime. Harroj çantën sot në mëngjes. Po kthehesha pasi e lash në shkollë kur të pash në rrugë. Fati yt që kalova këtej. Fat. Ana nuk ishte e sigurt nëse ishte fjala e duhur, por gjithashtu nuk dinte se cila do të ishte. Furgoni filloi të lëvizte, duke u tundur nëpër gropat e rrugës me çakëll. Ajo u përpoq të ndiste celularin përsëri. Ende pas sinjal. Ishte plotësisht e shkëputur nga bota e korporatave, e bllokuar në një situatë që dukej si e dal nga një film I keq. Dhe më e keqja ishte se, diku në mendjen e saj, një pjesë e saj ndjente një lehtësim të çuditshëm. Të mos përballej me të atin në atë moment, të mos duhej të mbronte kompetencën e saj edhe një herë, të mos duhej të shtirej se gjithçka ishte nën kontroll kur, në të vërtetë, ajo mezi kishte fjetur javët e fundit duke menduar për atë projekt. Nga Tirana je? Pyeti besniku, duke thyer heshtjen. Po. Nga kryeqyteti. Erdha për të zgjidhur disa punë në Elbasan. Punë, përsëriti ai, me një ton që nuk ishte saktësisht gjykues, por njohës. Ka shumë njerëz nga jashtë që vinë këtej kohët e fundit. Thonë se do të ketë një fabrikë të re në Peqin. Gjë e madhe, me sa flitet. Ana u tensionua. Po, kam dëgjuar diçka për këtë. Besniku tundi kokën, duke mbajtur syt në rrugë. Nuk e di nëse është ide kaq e mirë. Qyteti është I vogël, të gjithë njihen me njëri tjetrin. Vajza ime ka lindur këtu, është rritur këtu. Nuk është shumë, por është e jona. Kur fillojnë të flasin për progres dhe zhvillim, zakonisht do të thotë se dikush do të humbas diçka. Gjithmonë kështu ndodh. Ajo nuk u përgjigj. Si mundej? Ajo ishte personi përgjegjës për atë projekt. Ishte ajo që kishte kaluar muaj duke analizuar të dhëna demografike, fizibilitetin ekonomik, ndikimin mjedisor. Në letra, gjithçka kishte kuptim.
Një fabrikë do të sillte vende pune, zhvillim, taksa për bashkinë. Por aty, e ulur në atë furgon të vjetër, duke dëgjuar një mekanik të fliste për qytetin e tij siç flet për shtëpinë, për herë të parë Ana pyeti veten se çfarë saktësisht nuk tregonin ato raporte. Kush ishin njerëzit që jetonin aty? Çfarë do të humbnin ata? Dhe pse ajo nuk i kishte bërë kur këto pyetje më parë? Qyteti i Peqinit u shfaq gradualisht. Fillimisht disa shtëpi të shpërndara, pastaj rrugë të asfaltuara por të ngushta, dyqane të vogla me fasada të thjeshta. Kishte atë ajrin e qytetit provincial ku të gjithë njohin të gjithë, ku njerëzit ende bisedojnë në trotuar dhe qend flenë në mes të rrugës pa frikë se do të shtypen. Besniku u kthye në një rrugë anësore dhe parkoi përballë një ndërtese përdhese me një tabelë të zbehur, servis prifti. Riparime të përgjithshme. Ishte modest, pa dyshim. Veglat të varura në mure, era e vajit dhe grasos në ajër, dyshemeja e njollosur nga dekada pune. Por kishte rregull në atë kaos. Çdo gjë në vendin e vet, çdo vegël në dispozicion. Ana zbriti nga furgoni, ende duke procesuar ku ishte dhe si mëngjesi i saj kishte marrë atë kthes të papritur. Besniku filloi të zgjidhte motorin dhe ajo përfitoi për të provuar celularin përsëri. Një vi e dobët sinjali. Ajo shkroi shpejt një mesazh për sekretaren, pata një problem. Nuk do të arrij dot. Duhet ta riplanifikojmë. Urgjencë, përgjigjja erdhi pothuajse menjëherë, babai yt është i tërbuar. Kërkon të flas me ty urgjentisht, sigurisht që ishte i tërbuar. Genz Gjoni nuk toleronte të papritura, aq më pak nga dikush që ai tashmë e konsideronte një rrezik për kompaninë për faktin e thjesht se ishte grua. Ky takim ishte që Ana të provonte se mund të drejtonte projektin e fabrikës, se kishte atë që duhej për të marrë vendime të vështira dhe për të menaxhuar investime të mëdha. Humbja e takimit ishte si të konfirmoje të gjitha paragjykimet e tij. Ajo e futi celularin në xhep, duke ndjer peshën e situatës. Nuk kishte si ta kthente këtë tani. Do të duhej të përballej me pasojat më vonë. Besniku tashmë e kishte futur motorin brenda servisit dhe po ekzaminonte motorin me vëmendje. Ana hyri, takat e saj të larta kumbonin në dyshemen prej betoni. Ajo u ndje e papërshtatshme, një figurë korporate në një botë që operonte me rregulla krejtësisht të ndryshme. Dhe atëherë dëgjoj një zë të ri që vinte nga fundi i servisit. Babi, e harrova çantën prap. Një vajzë rreth 16 vjeç u shfaq, e veshur me uniformë shkolle. Ishte e hollë, me flokët të lidhur në një bisht kali të çrregullt, sy të gjallë dhe një shprehje të dikujt që mendonte gjithmonë për 1000 gjëra në të njëjtën kohë. Ajo ndaloi kur pa Anën, qartësisht e befasuar nga prania e një gruaje me kostum në servisin e babait të saj. Besniku buzëqeshi, duke marrë çantën nga sedilja e furgonit. Po ta sillja tani. Besa, kjo është, ai shikoi Anën, duke kuptuar se nuk ja dinte emrin. Ana, plotësoi ajo, duke i zgjatur dorën vajzës. Ana Gjoni. Më është prishur motori në rrugë dhe babai yt po më ndihmon. Besa ja shtrëngoi dorën, sytë e saj e ekzaminonin Anën me një kuriozitet intensiv. Këndshëm. Nga je? Nga Tirana? Çfarë ke ardhur të bësh këtu në Peqin? Pyetja ishte e pafajshme, por preku diçka të ndjeshme. Ana hezitoi. Erdha të zgjidh disa punë. Asgjë e madhe. Besa dukej se e pranoi përgjigjen, por kishte një inteligjencë në ata sy që sugjeronte se ajo kuptonte më shumë se sa tregonte. Ajo mori çantën nga duart e babait dhe shikoi orën. Duhet të kthehem me vrap. Kam provim matematike pas 15 minutash. Do të rish këtu? Pyeti Anën. Nuk e di ende. Varet sa kohë do të marrë riparimi. Besniku ndërhyri. Do të marrë të paktën 2 ditë, Besa. Duhet t'i porosis pjesët nga Elbasani. Nëse arrit t'i porosis sot, vin nesër. Në skenarin më të mirë, pas nesër është gati. 2 ditë. Ana mbylli sytë. 2 ditë e bllokuar në Peqin. 2 ditë larg zyrës, raporteve, kërkesave të babait. 2 ditë në një qytet që ajo duhej ta studionte nga larg, përmes numrave dhe grafikëve, jo ta jetonte nga afër. Por ndoshta ishte pikërisht kjo që i duhej. Ndoshta ishte mundësia për të parë me sytë e saj se çfarë do të thoshte vërtet ai projekt. Të njëjtë njerëzit që do të prekeshin. Të kuptonte atë që raportet nuk tregonin.
Ose ndoshta ajo thjesht po përpiqej të gjente një anë pozitive në një situatë të tmerrshme. E vështirë të thuaj. Ka ndonjë hotel këtu në qytet? Pyeti ajo, tashmë duke pritur përgjigjen. Besniku dhe Besa shkëmbyen një vështrim. Ka bujtinën qendër, tha ai. Është e thjeshtë, por është e pastër. Ndodhet afër sheshit. Mund të të çoj atje nëse dëshiron. Ana e falenderoi. Ndërsa Besniku mbaronte se ekzaminuari motorin duke bërë shënime në një fletore të vjetër, Besa qëndroi aty duke vëzhguar Anën me atë kuriozitetin adoleshent të përzier me diçka më shumë. Kishte pyetje të pathëna në sytë e saj, një tension që Ana nuk arrinte ta identifikonte plotësisht. Dhe atëherë vajza foli me një sinqeritet që e kapi në befasi. Ti punon për këtë historinë e fabrikës që do ndërtojnë këtu, apo jo? Ana ngriu. Si e di ti këtë? Të gjithë e din. Është qytet i vogël. Lajmet përhapen shpejt. Dhe ti je veshur njësoj si njerëzit që u shfaqen këtu muajin e kaluar, duke bërë matje, duke bërë foto, duke biseduar me kryetarin e bashkisë. Besa kryqëzoi krahët. Babai im nuk e di ende, por do të na shembin. Shtëpinë. Ajo ndodhet pikërisht aty ku thonë se do të ndërtohet fabrika. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Besniku shikoi të bien me një shprehje të dikujt që nuk e dinte atë informacion, dhe pastaj Anën, duke procesuar se çfarë do të thoshte kjo. Ana ndjeu se toka po i ikte nën këmbë. Ky nuk ishte thjesht një qytet në hartë. Kjo ishte shtëpia e tyre. Dhe ajo ishte personi përgjegjës për t'ua hequr këtë. Po ju pëlqen kjo histori? Më tregoni mendimin tuaj për këtë histori dhe si mendoni se do të përfundoj. Zbulimi i Besës kumbonte në servis si një bubullim në ditë me diell, duke u përplasur në muret e njollosura me vaj dhe në veglat e varura, duke mbartur me vete një peshë që dukej se thithte gjithë ajrin e ambientit. Ana ndjeu gjakun t'i ngri në vena, një ndjesi fizike ftohtësie që i ngjitej në përshtyllën kurrizore pavarësisht vapës së ditës. Besniku tira nga dora vegla që mbante, tingulli metalik kumbonte si një pikë përfundimtare në një dënim. Qelsi francez u rrokullis në përdyshemen e paregull dhe ndaloi te këmbët e Anës si një akuzë e heshtur. Ai shikoi të bien me një shprehje komplekse që përziente habin e sinqert, konfuzionin e thellë dhe një maj frike në rritje që ai përpiqej ta fshite por dështonte keqazi. Duart e tij, gjithmonë kaq të sigurta kur mbanin vegla, filluan të dridheshin lehtë. Si kështu, Besa? Çfarë do të thuash me të na shembin shtëpinë? Zëri i tij doli më i lartë se sa e kishte menduar, i ngarkuar me një emocion të rrallë për t'u parë te Besniku. Që kur e di ti këtë? Përse dreqin nuk më ke thënë asgjë më parë? Vajza pshertiu, një pshertim e rëndë dhe e lodhur që nuk duhej t'i përkiste dikujt vetëm 16 vjeç. Ishte pshertima e dikujt që tashmë mbante barra të rriturish, e dikujt që kishte mësuar shumë herët se bota nuk ishte gjithmonë e drejtë apo e sjellshme. Ka 2 javë që e di, babi. 2 javë duke e mbajtur këtë vetëm, me frikën se mos të tregoja, me frikën e reagimit tënë. Dëgjova Teto Martën duke biseduar me Gjaj Qemalin të fura atë mëngjes që shkova të blija bukë për mëngjes. Ishin në radhë, flisnin me zë të ulët, por jo aq ulët sa të mos dëgjoheshin. Të shqetësuar, madje të frikësuar. Kishin marrë një njoftim zyrtar nga bashkia, një letër me vull shumë zyrtare. Thonë se zona ku banojmë ne, e gjithë rruga jonë, do të shpronsohet për ndërtimin e një industrie. Të gjithë në rrugë do të duhet të largohen. Të gjithë, babi. 32 familje. 32 shtëpi. Mbi 100 banor. Njerëz që i njohim prej gjithmonë. Besniku kaloi dorën në përfytyr duke procesuar informacionin. Dhe ti nuk më the asgjë? Besa uli syt. Nuk doja të shqetësoja. Ti tashmë punon kaq shumë, ke kaq shumë gjëra në kokë. Mendova se ndoshta ishte vetëm thashë them, se nuk do të ndodhte vërtet. Por pastaj filluan të shfaqeshin më shumë njerëz nga jashtë, me dosje, kamera, duke bërë pyetje. Dhe sot shfaqet ajo këtu, ajo tregoi me gisht Anën, e veshur pikërisht si ata njerëz. Nuk është rastësi. Ana ndjente peshën e 2 palë syve mbi të. Akuza nuk ishte vetëm në fjalët e Besës, por në heshtjen e Besnikut, në mënyrën se si ai e shikonte tani, jo më si dikë që kishte nevojë për ndihmë, por si dikë që përfaqësonte një kërcënim. Ajo hapi gojën për t'u përgjigjur, por çfarë të thoshte?
Të mohonte nuk do të vlente. Të gënjente do të ishte më keq. Kështu që ajo zgjodhi të vetmen gjë që i kishte mbetur në atë moment, të vërtetën. Është e vërtet, pranoi Ana, zëri i doli më i dobët se sa do të donte. Unë punoj për Gjonin ndërtim. Jam menaxherja e projektit të fabrikës së re. Por nuk e dija, betohem që nuk e dija se shtëpia juaj ishte në rrugë. Raportet, hartat, gjithçka ishin vetëm të dhëna. Numra. Koordinata gjeografike. Unë kur, ajo bëri një pauzë, duke kërkuar fjalët e duhura, unë kur nuk ndalova të mendoja se pas atyre numrave ekzistonin njerëz. Familje. Histori. Besniku bëri një hap prapa, sikur afërsia me të papritur të ishte toksike. Ti punon për kompaninë që do të shkatërroj shtëpinë time. Shtëpinë ku lindi vajza ime. Ku jetoi gruaja ime para se të ikte. Dhe ti po më thua se nuk e dije? Si është e mundur të mos e dish? Ana gëlltiti pështymën. Faji i rëndonte në gjoks si një gur. Sepse unë kur nuk erdha deri këtu. Sepse e bëra punën time nga larg, në një zyrë me ajër të kondicionuar, duke parë tabela dhe grafik. Sepse është më e lehtë të marrësh vendime të vështira kur nuk i njeh fytyrat e njerëzve që do të preken. Heshtja u kthye përsëri në servis. Besa shikonte të atin, duke pritur reagimin e tij. Besniku shikonte Anën sikur po përpiqej të vendoste mes zemërimit dhe zhgënjimit. Më në fund, ai pshertiu, mori veglën nga toka dhe u kthye te motori. Do ta rregulloj motorin tënd. Është puna ime. Por mos prit që të jem i sjellshëm me ty dhe po të isha në vendin tënd, do të kërkoja një vend tjetër për të qëndruar. Bujtina qendër është e kunatit të kryetarit të bashkisë. Kur të zbulojnë se kush je, mund të mos jesh e mirë pritur. Ana ndjeu lotët të kërcënonin, por i mbajti. Ajo nuk kishte të drejtë të qante. Jo tani. Jo këtu. Ajo falenderoi me zë të ulët, mori valixhen e saj të vogël të udhëtimit që e kishte sjell nga motori dhe doli nga servisi, duke ndier peshën e vështrimit të besës në shpinë. Rruga ishte e zbrazët, vetëm disa njerëz kalonin në distancë, duke jetuar jetët e tyre pa e ditur se një drejtuese nga Tirana ishte aty për t'u ndryshuar përgjithmonë. Ajo eci pa drejtim për disa minuta, duke u përpjekur të procesonte gjithçka që kishte ndodhur në orët e fundit. Takimi i humbur, motori i prishur, zbulimi i besës. Ishte sikur universi po e detyronte të përballej me diçka që ajo e kishte shmangur gjatë gjithë kohës, realitetin njerëzor pas raporteve të saj. Ajo kaloi pranë sheshit qendror të Peqinit, ku të moshuarit luanin domino nën hijen e pemëve, fëmijët vraponin me balona me ngjyra dhe gratë bisedonin në stola, duke qeshur me shaka që vetëm ato i kuptonin. Gjithçka ishte kaq e thjeshtë, kaq e përditshme, kaq plot jetë. Dhe ajo ishte aty për t'i dhënë fund kësaj. Për ta shndërruar atë vend në një kantier ndërtimi, në beton dhe çelik, në fitim dhe zhvillim. Por zhvillim për kë? Dhe me çfarë kostoje? Celulari i dridhej në xhep. Një telefonat nga babai. Ajo shikoi emrin në ekran dhe, për herë të parë në jetën e saj profesionale, shtypi butonin e refuzimit. Nuk ishte gati për atë bisedë. Jo tani. Ndoshta nuk do të ishte kurrë. Vazhdoi të ecte derisa gjeti bujtinën qendër. Ishte një ndërtesë dykatëshe e lyer me një të verdhë të zbehtë, me një tabel druri të varur në hyrje. Ajo hyri dhe u prit nga një grua e moshës së mesme, e qeshur dhe fjalë shumë. Mirëdita. Po kërkoni dhomë? Gruaja e ekzaminoi nga kokat e këmbët, qartësisht kurioze për atë vizitore kaq të ndryshme nga zakonisht. Po, u përgjigj Ana. Për 2 ditë, ndoshta 3. Gruaja mori një fletore të vjetër për të bërë regjistrimin. Emri i plot? Ana Gjoni. Nga Tirana. Ah, tiranase. Sa mirë që kemi njerëz nga jashtë që vizitojnë qytetin ton të vogël. Jeni këtu për punë apo për shëtitje? Pyetja ishte e pafajshme, por Ana ndjeu peshën e saj. Për punë, u përgjigj ajo vagullt, duke shpresuar të mos i duhej të jepte më shumë detaje. Pronarja e bujtinës e çoi në dhomën në katin e dytë. Ishte e thjeshtë, me një krevat tek, një dollap druri të errët dhe një dritare që shikonte nga rruga kryesore. Por ishte e pastër, mbante erë livando dhe kishte një qetësi që Ana nuk e kishte ndjerë prej muajsh.
Ajo falenderoi, mbylli derën dhe më në fund ja lejoi vetes të shpërthente. U ul në krevat dhe la lotët të vinin. Qau për situatën, për konfuzionin, për fajin që nuk dinte si ta mbante. Qau sepse, për herë të parë, po shihte pasojat reale të vendimeve të saj korporative. Dhe qau sepse nuk dinte si ta rregullonte këtë. Nuk dinte nëse ishte e mundur ta rregullonte. Pas një farë kohe, ajo u ngrit, lau fytyrën dhe vendosi se të qante nuk do të zgjidhte asgjë. Duhej të vepronte. Duhej ta kuptonte më mirë situatën. Mori laptopin nga valizja dhe e ndezi, duke u lidhur me ifin e dobët të bujtinës. Hapi dosjet e projektit të fabrikës dhe filloi të rishikonte gjithçka me një sy të ri. Hartat, koordinatat, studimet e ndikimit. Aty ishte, e shënuar me të kuqe, zonë banimi për të shpronësuar. 32 shtëpi. 107 banor të vlerësuar. Kompensimi financiar i parashikuar, vlera e tregut plus 20%. Por çfarë do të thoshte vlera e tregut në një qytet provincial ku shtëpit nuk ishin vetëm prona, por shtëpi të ndërtuara përgjatë brezave? Sa vlente shtëpia ku besniku e kishte rritur vajzën e tij vetëm? Sa vlente kujtimi i gruas që ishte larguar? Sa vlenin rënjët, fqinjet, komuniteti? Asnjë vlerë financiare nuk mund ta kompensonte këtë. Ajo vazhdoi të lexonte. Projekti parashikonte ndërtimin e fabrikës në atë zonë specifike sepse ishte e rrafshët, kishte akses të lehtë në autostradë dhe ishte afër qendrës së qytetit, duke lehtësuar logjistikën. Por kishte një vërejtje me shkronja të vogla, pothuajse të padukshme, që ajo nuk e kishte vënë re kur më parë. Alternativa B, teren industrial i braktisur në zonën lindore, kërkon studim shtesë të fizibilitetit, ana rudhi vetullat. Kishte një alternativë? Pse kjo alternativë nuk ishte konsideruar seriozisht? Ajo kërkoi në dosje dhe gjeti një raport të shkurtër, vetëm 3 faqe, që e hidhte poshtë opsionin për shkak të kostove shtesë të pastrimit të terrenit dhe rinovimit të infrastrukturës ekzistuese. Raporti ishte nënshkruar nga Artan Dervishi, drejtori i planifikimit dhe njeriu i besuar i babait të saj. Një njeri të cilit ajo nuk i kishte besuar kurrë plotësisht, por nuk e kishte vënë kurrë në dyshim hapur. Diçka nuk kishte kuptim. Pse të hidhej poshtë kaq shpejt një alternativë që mund të shmangte largimin e më shumë se 100 njerëzve? Ana mori celularin dhe i telefonoi Jonës, asistentes së saj në Tiranë. Jona ishte efikase, diskrete dhe kishte akses në dosje që jo gjithmonë kalonin nëpër kanalet zyrtare. Jona, dua të më bësh një nder. Në mënyrë diskrete. Dua të gjitha raportet mbi zgjedhjen e terrenit për fabrikën e Peqinit. Të gjitha, përfshirë ato paraprake, propozimet e hedhura poshtë dhe çdo komunikim të brendshëm mbi këtë çështje. Jona hezitoi në anën tjetër të linjës. Ana, babai yt po të kërkon me dëshpërim. Ai tha se nëse flisja me ty, duhej të njoftoja se je e pezulluar deri në një urdhër të dytë. Ana pshertiu. E di. Dhe do të merrem me këtë. Por së pari më duhen këto dokumente. Mund të mi dërgosh me email? Jona pranoi, edhe pse me ngurim. Do të shoh se çfarë mund të bëj. Por ki kujdes, Ana. Babai yt është i tërbuar. Dhe kur ai bëhet kështu, zakonisht nuk fal. Telefonata përfundoi dhe Ana mbeti duke parë ekranin e laptopit, duke pritur që dosjet të arrinin. Ndërkohë, mendoi për besnikun dhe besën. Mendoi për zemërimin në sytë e tij, për zhgënjimin në zërin e vajzës. Mendoi se sa e lehtë kishte qenë të planifikonte atë projekt nga larg, pa e konsideruar kurrë se çdo numër përfaqësonte një jetë. Dhe mendoi se si, ndoshta për herë të parë në karrierën e saj, ajo po bënte pyetjet e duhura. Jo për fitimin apo efikasitetin, por për drejtësinë dhe humanizmin. Emaili i Jonës erdhi gjysmë ore më vonë, çdo minutë pritjeje dukej si një përjetësi. Ana e hapi mesazhin me duar të paduruara, zemra i rrite më shpejt. Ishin 10 dosje të kompresuara, raporte teknike, studime paraprake, proces verbale mbledhjesh, propozime të hedhura poshtë, komunikime të brendshme që nuk duhej të kishin dalë kurrë nga kompania. Jona kishte rrezikuar shumë duke i siguruar ato, ndoshta duke shkelur protokolle të ndryshme sigurie dhe konfidencialiteti. Nëse e zbulonin, ajo do të pushohej menjëherë dhe ndoshta do të paditej. Por ajo e kishte bërë gjithsesi, duke i besuar Anës, duke besuar se kishte diçka më të madhe në lojë.
Ana filloi të lexonte me përpikëri një dosje pas tjetrës, duke bërë shënime të detajuara në një fletore të vjetër që e kishte gjetur në bujtinë, duke nënvizuar pasazhe të rëndësishme, duke rrethuar data të dyshimta, duke vizatuar vija që lidhnin informacione në dukje të palidhura. Ajo punonte si një detektive që montonte një puzle kompleks, çdo pjesë zbulonte pak më shumë nga imazhi i plotë. Dhe sa më shumë lexonte, duke kryqëzuar informacione mes dokumenteve të ndryshme, duke krahasuar data dhe nënshkrime, aq më shumë një dyshim rritej në mendjen e saj si një njoll vaj që përhapet. Zgjedhja e terrenit nuk kishte qenë thjesht teknike apo e bazuar në kritere objektive. Kishte qenë politike që në fillim e llogaritur, e manipuluar. Dhe më keq akoma, kishte qenë thellësisht interesagjie dhe korruptive. Terreni ku jetonin Besniku, Besa dhe fqinjet e tyre i përkiste bashkisë. Ishte dhuruar vite më parë nga një familje tradicionale e qytetit për ndërtimin e banesave sociale. Por një dekret i kohëve të fundit, i nënshkruar nga kryetari i bashkisë, e kishte riklasifikuar zonën si me interes industrial, duke lejuar shitjen ose dhënien me koncesion për kompani private. Dhe gjejeni kush kishte lidhje të ngushta politike me kryetarin e bashkisë së Peqinit? Artan Dervishi, drejtori i planifikimit të Gjoni Ndërtim. I njëjti njeri që kishte hedhur poshtë shpejt alternativën e terrenit të braktisur. Ana ndjeu zemërimin t'i ngjitej në fyll. Ajo ishte përdorur. I gjithë projekti ishte manipuluar për të përfituar interesa politike dhe personale, dhe ajo, naive, kishte besuar se po bënte një punë teknike, të paanshme, profesionale. As pak. Ajo ishte vetëm një pjesë në një lojë shumë më të madhe dhe shumë më të ndyrë se sa e imagjinonte. Ajo mbylli laptopin dhe shikoi nga dritarja. Pasditja po binte mbi Peqin, duke e lyer qiellin me nuanca portokalli. Njerëzit filluan të ktheheshin në shtëpi, duke përshëndetur njëri tjetrin në trotuare, duke ndaluar për të biseduar, duke ndarë ditën. Ishte një skenë kaq e zakonshme, kaq banale, por në të njëjtën kohë kaq e çmuar. Ishte jeta që ndodhte. Ishte komunitet. Ishte gjithçka që ajo kishte harruar se ekzistonte ndërsa ngjitej në hierarkinë e korporatës. Ana mori një vendim. Nuk do ta lejonte këtë të ndodhte. Nuk do të lejonte që Besniku, Besa dhe të gjithë banorët e tjerë të largoheshin nga shtëpitë e tyre për shkak të një skeme politike. Nuk do të ishte bashkëpunëtore në këtë. Por për të luftuar kundër Artanit dhe ndoshta kundër babait të saj, ajo do të kishte nevojë për prova. Do të kishte nevojë për aleat. Dhe, mbi të gjitha, do të kishte nevojë për guximin për t'u përballur me pasojat. Sepse të sfidoje Gens Gjonin nuk ishte vetëm e rrezikshme për karrierën e saj. Ishte të rrezikoje gjithçka. Ajo mori një xhaket dhe doli nga bujtina. Dielli po perëndonte dhe ajo e dinte saktësisht se ku duhej të shkonte. Përsëri në servis. Përsëri për të biseduar me Besnikun dhe Besën. Përsëri për të, ndoshta për herë të parë në jetë, bërë gjën e duhur, edhe nëse kjo do të thoshte të shkatëronte gjithçka që kishte ndërtuar deri atëherë. Kur arriti te servis prifti, dritat ishin ndezur dhe ajo mund të shihte Besnikun duke punuar te motori përmes derës së hapur. Ai e pa të afrohej dhe ndaloi me një shprehje të kujdesshme. Ana mori frym thellë dhe hyri. E di që nuk keni arsye të më besoni. E di që unë përfaqësoj gjithçka që është e gabuar në këtë situatë. Por dua që të më dëgjoni. Sepse mendoj se të dy jemi mashtruar. Dhe mendoj se mund ta provoj këtë. Besniku kryqëzoi krahët, skeptik, por nuk e dëboi. Besa u shfaq nga fundi i servisit, ende e veshur me uniformën e shkollës, me librat në dorë. Ajo shikoi Anën me të njëjtin intensitet si më parë, por tani kishte diçka më shumë. Ndoshta kuriozitet. Ose shpresë. Fol atëherë, tha Besniku. Por zgjidhi mirë fjalët. Sepse nëse je këtu për të na ofruar para ose për të na bindur se humbja e shtëpisë son është për të mirën e përgjithshme, mund të largohesh tani. Unë nuk jam këtu për këtë, u përgjigj Ana, zëri i saj i prerë. Jam këtu për t'ju thënë se zgjedhja e këtij trualli ka qenë një mashtrim. Dhe jam këtu për të propozuar që të luftojmë së bashku për ta ndryshuar këtë. Fjalët e Anës mbetën pezull në ajrin e servisit. Besniku dhe Besa e shikonin me shprehje që përzienin mosbesimin dhe një shkëndijë të diçkaje që mund të ishte shpresë.
Ana hapi dosjen e saj prej lëkure dhe nxori laptopin, duke e vendosur mbi banakun e punës të njollosur me vaj. Më lejoni t'ju tregoj diçka, tha ajo, duke hapur dosjet që Jona i kishte dërguar. Këtu është projekti origjinal. Mund të shihni se kishte 3 opsione terreni për ndërtimin e fabrikës. Opsioni A ishte këtu, ajo tregoi hartën në ekran, ku banoni ju. Opsioni B ishte një teren industrial i braktisur në zonën lindore të qytetit. Dhe opsioni C ishte një zonë rurale 10 kilometra larg. Besniku u afrua, i ndjekur nga Besa. Të dy shikonin ekranin me vëmendje. Dhe pse zgjodhen opsionin A? Pyeti Besa, zëri i saj i ngarkuar me një zemërim të përmbajtur. Zyrtarisht, vazhdoi Ana, duke shfletuar dokumentet, sepse ishte opsioni më i leverdishëm ekonomikisht. Teren i rafshët, afër autostradës, infrastrukturë urbane tashmë ekzistuese. Por shikoni këtë këtu. Ajo hapi një dosje tjetër, një raport teknik mbi opsionin B. Ky teren i braktisur në zonën lindore i përket një fabrike të vjetër tekstilesh që u mbyll 15 vjet më parë. Ndërtesa është e degraduar, por struktura bazë ende shërben. Me një rinovim dhe përshtatje do të ishte plotësisht e realizueshme. Dhe më e rëndësishmja, ajo bëri një pauzë për të theksuar, nuk do të largonte asnjë familje nga shtëpitë e tyre. Kostoja shtesë do të ishte afërsisht 15% më shumë, por është plotësisht e realizueshme brenda buxhetit të projektit. Atëherë pse u hodh poshtë? Pyeti Besniku, zëri i tij i tensionuar. Ana tregoi raportin e nënshkruar nga Artan Dervishi. Sepse drejtori i planifikimit të kompanisë, Artan Dervishi, vendosi se nuk ishte interesante. Dhe mendoi se e di pse. Ajo hapi edhe një dosje tjetër, një dokument që Jona kishte arritur të aksesonte përmes kanaleve jo formale. Ishte një akt koncesioni për përdorimin e terrenit ku banonte Besniku. Terreni i përkiste bashkisë, por dekreti që lejonte shitjen e tij për qëllime industriale ishte nënshkruar nga kryetari i bashkisë 2 muaj para se projekti të shpallej zyrtarisht. Dhe më interesantja, vazhdoi Ana, është se Artan Dervishi është kushëriri i kryetarit të bashkisë. Kushëri i largët, por gjithsesi familje. Besa zgurdulloi syt. Ata e kurdisën këtë? E kurdisën që fabrika të ndërtohej këtu specifikisht? Ana tundi kokën. Mendoj se po. Nuk kam prova përfundimtare ende, por të gjitha shenjat tregojnë për këtë. Terreni juaj ishte publik, i destinuar për banesa sociale. Ta shndërrosh në zonë industriale dhe t'ia shesësh një kompanie të madhe gjeneron një komision të konsiderueshëm për bashkinë. Dhe ndoshta për disa njerëz specifik që e lehtësuan procesin. Besniku kaloi dorën në përfytyr duke procesuar informacionin. Kjo është, ai kërkoi fjalën e duhur, e paligjshme? Varet, u përgjigj Ana sinqerisht. Nëse është bërë brenda procedurave ligjore, teknikisht jo. Por është moralisht e diskutueshme dhe ndoshta përfshin konflikt interesi. Dhe nëse arrit të provoj se zgjedhja e terrenit nuk ishte teknike, por e bazuar në favorizim personal, mund të argumentoj se projekti duhet të rishikohet. Por, ajo bëri një pauzë, duke parë drejt për drejt Besnikun, do të më duhet ndihma juaj. Duhet ta njoh qytetin, të bisedoj me banorët, të kuptoj ndikimin real që do të kishte kjo. Më duhen histori, fytyra, jetë reale për të kundërshtuar numrat e ftohtë të raporteve. Besniku bëri një hap prapa. Ti do që unë të ndihmoj? Pas gjithë kësaj? Pasi ti planifikove të shkatërosh shtëpinë time? Ana ndjeu fajin t'i shtrëngonte gjoksin përsëri. E di që nuk kam të drejtë ta kërkoj këtë. E di që kam qenë pjesë e problemit. Por tani dua të jem pjesë e zgjidhjes. Dhe nuk mund ta bëj këtë vetëm. Besa shikoi të Atin, pastaj Anën. Mendoj se duhet t'i japim një shans, babi. Nëse ajo po thotë të vërtetën, nëse vërtet ka një skem pas kësaj, ne duhet ta ekspozojmë. Nuk është vetëm për shtëpinë tonë. Janë 32 familje. Janë fqinjet, miqt, njerëzit që i njohim prej gjithmonë. Besniku pshertiu, qartësisht i ndarë. Ai nuk besonte lehtë. Ishte djegur më parë, i braktisur nga gruaja që një ditë i premtoi se do të qëndronte pranë tij për gjithmonë. Ti besonte një drejtueseje nga Tirana që u shfaq nga hiçi shkonte kundër çdo instinkti vetë mbrojtjeje që ai kishte zhvilluar. Por në të njëjtën kohë, ai shihte sinqeritet në sytë e Anës.
Shite faj, por edhe vendosmëri. Dhe nëse kishte një shans, sa do i vogël, për të shpëtuar shtëpinë dhe komunitetin e tij, ai duhej të provonte. Në rregull, tha ai më në fund. Do të provojmë. Por nëse na tradhton, nëse zbulojmë se e gjithë kjo është një lloj loje për të fituar besimin ton, betohem se do të bëj gjithçka për të ekspozuar ty dhe kompaninë tënde. U kuptuam? Ana tundi kokën. U kuptuam. Dhe nuk do t'ju tradhtoj. Ju premtoj. Në ditët në vijim, Ana u zhyt në një realitet krejtësisht të ndryshëm nga ai me të cilin ishte mësuar. Besa, me energjinë e saj rinore dhe njohurinë e thellë të komunitetit, u bë dhe rrëfyesja e saj jo zyrtare. Vajza e prezantoi Anën me çdo familje që do të prekej nga projekti. Teto Marta, zonja 73 vjeçare që jetonte në të njëjtën shtëpi prej 50 vjetësh, ku rriti 6 fëmijë dhe tani kujdesej për 3 nipër. Gja Qemali, bukpjekësi që hapte dyqanin e tij në 4 të mëngjesit çdo ditë prej 3 dekadash, duke bërë bukën që ushqente gjithë qytetin. Familja Hoxha, me 4 fëmijë të vegjël, që më në fund kishin arritur ta blinin atë shtëpi pas vitesh kursimi. Çdo histori ishte një goditje në zemrën e Anës. Çdo fytyrë, çdo emër, çdo kujtim i ndar ishte një kujtesë e dhimbshme se si ajo kishte dështuar në punën e saj. Jo për paftësi teknike, por për mungesë humanizmi. Për mos vënien kur në dyshim nëse numrat tregonin gjithë historinë. Për pranimin pasiv se zhvillimi do të thoshte domosdoshmërisht shkatërim. Besniku, fillimisht i distancuar, filloi të hapej ndërsa ditët kalonin. Një natë, pasi Besa shkoi të flinte, ai e ftoi Anën për një kafe në kuzhinën e vogël në fund të servisit. Vendi ishte modest, me një tavolinë druri të shenjuar nga koha dhe karrige të ndryshme, por kishte një ngrohtësi aty që asnjë apartament luksos në Tiranë nuk do ta kishte kurrë. Ai shërbeu kafen e fortë në filxhan të vjetër dhe u ul përballë saj. E di pse iku gruaja ime? Pyeti ai papritur. Ana tundi kokën, duke mbajtur filxhanin e nxehtë mes duarve. Ajo donte më shumë. Më shumë se sa unë mund t'i jepja. Më shumë se sa ky qytet mund t'i ofronte. Ajo ndëronte për qytetin e madh, për mundësi, për një jetë ndryshe. Dhe unë, ai bëri një buzëqeshje të trisht, unë gjithmonë kam dashur të qëndroj këtu. Të rris vajzën time në një vend ku ajo njihte të gjithë, ku ishte e sigurt, ku kishte rënje. Ne kur nuk arritëm t'i pajtonim këto dy botë. Kështu që ajo zgjodhi të sajën dhe më la me timen. Dhe ti kur nuk mendove të shkoje pas saj? Pyeti Ana butësisht. Ai piu një glënjë kafe. Çdo ditë. Por jo për vete. Për Besën. Një fëmijë ka nevojë për nënën. Por me kalimin e kohës, kuptova se ajo kishte më shumë nevojë për një baba të pranishëm se sa për një nën që nuk donte të ishte këtu. Kështu që unë qëndrova. Dhe u përpoqa të isha të dy. Nuk e di nëse ja dola, por u përpoqa. Ana ndjeu lotët të kërcënonin. Historia e besnikut ishte e papërpunuar, reale, e dhimbshme. Dhe ajo ishte gati t'i merrte atij të vetmen gjë të qëndrueshme që ai kishte ndërtuar për veten dhe për vajzën e tij, një shtëpi. Jo, mendoi ajo. Nuk do ta lejoj këtë. Nuk do të jem edhe unë një person që i braktis ata, ndërkohë, në Tiranë, situata po komplikohej. Genz Gjoni, i tërbuar nga zhdukja e së bijës dhe takimi i humbur, i kishte dhënë një ultimatum përmes Jonës. Ana kishte 48 orë për t'u kthyer në zyrë dhe për të shpjeguar sjelljen e saj. Ose do të pushohej nga puna me arsye të justifikuar. Por Ana nuk ishte gati të kthehej. Jo ende. Ajo kishte nevojë për më shumë kohë për të mbledhur prova, për të ndërtuar një rast të fortë kundër zgjedhjes mashtruese të terrenit. Jona përpiqej ta mbronte sa mundej, por presioni po rritej. Dhe atëherë ndodhi diçka që askush nuk e priste. Një natë, kur Ana po kthehej nga shtëpia e Teto Martës për në bujtin, një makinë e panjohur ishte parkuar përballë servis priftit. Një sedan i zi, me xhama të errët, krejtësisht i papërshtatshëm në atë rrugë të thjeshtë. Ana ndjeu një shtrëngim në gjoks. Diçka nuk ishte në rregull. Ajo u afrua me kujdes dhe pa, përmes dritares së servisit, një grua duke biseduar me besnikun. Një grua elegante, e moshës së mesme, me rroba të shtrenjta dhe një qëndrim që rezatonte autoritet. Besniku duke i tensionuar dhe Besa qëndronte në cep, me krahët e kryqëzuar, fytyra e mbyllur në një shprehje zemërimi dhe dhimbjeje.
Ana nuk arrinte të dëgjonte se çfarë thoshin, por gjua e trupit tregonte një histori të qartë. Ajo grua nuk ishte e mirë pritur aty. Dhe atëherë Besa bërtiti diçka, zëri I saj përshkoi dritaren e mbyllur. Ti nuk ke të drejtë të shfaqesh këtu pas kaq vitesh. Ti na braktise. Gruaja u përpoq të afrohej, por Besa u tërhoq. Besniku ndërhyri duke u vendosur mes të dyjave. Zëri I tij ishte I ulët, I kontrolluar, por kishte një tension në të që Ana mund ta ndjente edhe nga jashtë. Valbona, duhet të largohesh. Ti e bëre zgjedhjen tënde shumë kohë më parë. Nuk mund të kthehesh thjesht dhe të presësh që gjithçka të jetë si më parë. Valbona. Gruaja që ishte larguar. Nëna që e kishte braktisur Besën. Ana mbeti e paralizuar, pa ditur nëse duhej të hynte apo t'i jepte privatësi asaj familjeje. Por vendimi ju hoq kur Besa doli me vrap nga servisi, lotët I rridhnin në përfytyrë. Vajza kaloi drejt e pran Anës pa e parë, duke vrapuar. Rrugës lart. Ana hezitoi vetëm një sekond para se të vraponte pas saj. E gjeti Besën të ulur në bordur 3 bloqe më tutje, duke dënesur me kokën mes gjunjëve. Ana u ul pranë saj në heshtje, duke I ofruar vetëm pranin. Pas disa minutash, Besa foli, zëri I mbytur. Ajo u kthye. Pas 10 vjetësh, ajo thjesht u kthye. Sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Sikur të mos më kishte lënë duke pyetur veten çdo ditë se çfarë bëra gabim që ajo iku. Ti nuk bëre asgjë gabim, tha Ana butësisht. Ndonjëherë njerëzit bëjnë zgjedhje që nuk kanë të bëjnë fare me ne. Ndonjëherë ata po luftojnë betejë që ne as nuk arrijmë t'i kuptojmë. Por ajo është nëna ime, protestoi Besa. Ajo duhej të kishte qëndruar. Duhej të kishte luftuar për mua. Po, duhej, pranoi Ana. Dhe fakti që ajo nuk e bëri këtë thot shumë për të, jo për ty ti je e mrekullueshme, Besa. E zgjuar, guximtare, e fortë. Ti u bëre e gjithë kjo pa të. Dhe kjo është një arritje e jotja dhe e babait tënd. Askush nuk mund t'ju heqë këtë. Besa shikoi Anën me sy të kuq dhe të enjtur. Pse po tregohesh kaq e mirë me mua? Ti as nuk më njeh vërtet. Ana buzëqeshi me trishtim. Sepse unë shoh te ti gjithçka që do të doja të kisha qenë në moshën tënde. Guximtare sa për të vënë në dyshim, për të luftuar për atë që është e drejtë, për të mos pranuar padrejtësi vetëm sepse është më e lehtë. Unë kam kaluar vite të jetës sime duke bërë atë që më urdhëronin, duke besuar se suksesi do të thoshte të ngjiteshe në hierarki, të fitoje më shumë para, t'i bëje përshtypje babait tim. Dhe në fund, isha bosh. Ti, në moshën 16 vjeç, tashmë kupton gjëra që mua mu deshën dekada për t'i mësuar. Të dyja qëndruan aty për një kohë, në heshtje solidare. Pastaj Besa u ngrit, fshiu lotët dhe shikoi Anën me një vendosmëri të ri për të rirë. Le të kthehemi. Duhet të di se çfarë do ajo. Dhe duhet t'ja bëj të qartë se ajo nuk mund të shfaqet thjesht dhe të presë që gjithçka të kthehet në normalitet. Kur u kthyen në servis, Valbona ishte ende aty duke biseduar me zë të ulët me besnikun. Ajo shikoi Besën me një shprehje dhimbjeje dhe pendimi. Besa, e di që je e zemëruar. Dhe ke plotësisht të drejtë. Por dua që të më dëgjosh. Besa kryqëzoi krahët. Atëherë fol. Valbona mori frym thellë. Unë bëra një gabim. Gabimin më të madh të jetës sime. Mendova se kisha nevojë për më shumë, se ky qytet ishte shumë I vogël, se do të mbytesha këtu. Kështu që ika. Dhe jam penduar çdo ditë të bekuar që atëherë. Por kisha shumë krenari për t'u kthyer. Shumë frikë se nuk do të më falnin. Dhe tani, ajo bëri një pauzë, tani kam nevojë për ndihmën tuaj. Besniku ngushtoi sytë. Ndihmë? Çfarë lloj ndihme? Valbona duke e turpëruar, duart I dridheshin lehtë ndërsa mbante çantën e shtrenjtë si të ishte një mburoj. Kishte rrudha në fytyrën e saj që nuk ishin aty kur ishte larguar, shenja të një dekade zgjedhjesh dhe pendimesh. Kam marrë një mundësi pune. Një mundësi e mirë, më e mira e karrierës sime në fakt menaxhere rajonale e një kompanie teknologjike shumë kombëshe. Pagë e shkëlqyer, përfitime, mundësi rritjeje. Ishte gjithçka që kam dashur gjithmonë, gjithçka për të cilën ika ta kërkoja. Por ata janë shumë tradicional në përzgjedhje.
Duan dikë të qëndrueshëm, me familje të strukturuar, me rrënje të thella. Vlerat familjare janë pjesë e kulturës së tyre. Dhe unë, në intervistë, e dëshpëruar për të lënë përshtypje të mirë, thash se kisha pikërisht këtë. Thash se isha e martuar prej 20 vjetësh, se kisha një vajzë adoleshente, se jetoja e qetë në një qytet provincial me familjen time të bashkuar dhe të lumtur. Ata e adhuruan këtë histori. Më thanë se isha pikërisht profili që kërkonin. Por tani ata duan t'ju takojnë personalisht. Duan të vinë këtu, të darkojnë me ne, të shohin me sytë e tyre se unë jam ajo që them se jam. Duan të sigurohen se nuk kam gënjur në savë. Ti i gënjeve ata? Pyeti Besa, e pabesueshme, zëri i saj u ngrit një oktavë me indinjatën në rritje. Dhe tani do që ne të jemi aktorët e tu, duke u shtirur se jemi një familje e lumtur dhe e përsosur? Do që ne të montojmë një teatër të përpunuar për shefat e tu potencial? Valbona uli syt, e path të përballonte vështrimin akuzues të së bijes që e kishte braktisur. E di si tingëllon. E di fare mirë se është e gabuar, madje jo etike. Por jam e dëshpëruar, duhet të kuptoni. Kjo mundësi mund të ma ndryshoj jetën plotësisht. Dhe ndoshta, ajo shikoi Besën me një shpresë të brish dhe pothuajse patetike, ndoshta është një shans real që unë të provoj se kam ndryshuar vërtet. Se e meritoj sinqerisht një shans të dytë me ju. Heshtja në servis ishte e rëndë. Besniku shikonte ish gruan e tij me një përzierje zemërimi, keqardhjeje dhe diçkaje që mund të ishte një kujtim i vjetër dashurie. Besa shikonte të ëmën sikur të shihte një të huaj. Dhe Ana, duke vëzhguar gjithçka nga jashtë, kuptoi se ajo familje ishte gati të përballej me një zgjedhje që do të përcaktonte jo vetëm të ardhmen e tyre, por kush ishin ata në të vërtetë. Tensioni në servis ishte i prekshëm. Valbona priste një përgjigje, syt i lëviznin mes Besnikut dhe Besës me një përzierje shprese dhe frike. Besniku kaloi dorën nëpër flok, një gjest që Ana tashmë e kishte mësuar ta njihte si shenjë se ai ishte thellësisht i trazuar. Besa qëndronte e palvizur, fytyra një maskë e përmbajtjes emocionale. Ana e dinte se nuk duhej të ishte aty, se ai ishte një moment privat, por këmbët i dukeshin të ngjitura në dy sheme. Më në fund, ishte Besa ajo që theu heshtjen. Ti do që unë të shtirem se ti je nëna ime. Se ti ke qenë këtu gjatë gjithë kohës. Se ti nuk më braktise kur isha 6 vjeç dhe e le baban tim të riste vetëm një vajzë ndërsa punonte ditë e natë për të vënë ushqim në tryezë. Valbona u drit përballë ashpërsisë së fjalëve, por nuk i mohoi. Po, pranoi ajo me zë të ulët. E di që nuk kam të drejtë ta kërkoj këtë. Nuk ke, pranoi Besniku, zëri i tij i thellë dhe i ngarkuar me vite hidhërimi të pasgjidhur. Por Besa ka. Ajo ka të drejtë të vendosë nëse do ta bëj këtë apo jo. Jo për ty, por për veten e saj. Të gjithë syt u kthyen nga adoleshentja. Besa shikoi të atin, e hutuar. Pse do ta bëja këtë? Pse do ta ndihmoja atë pas gjithë kësaj? Besniku ju afrua së bijës dhe i vuri duart në supe. Sepse ti nuk je si ajo, Besa. Ti je më e mirë. Ti ke mundësinë të zgjedhësh se kush do të jesh. Mund të zgjedhësh të jesh e hidhur, të mbash mëri, ta bësh atë të paguaj për atë që bëri. Dhe askush nuk do të gjykonte për këtë. Ose mund të zgjedhësh të jesh më e madhe se dhimbja. Mund të zgjedhësh të tregosh se je aftë për dhembshuri edhe kur nuk është e lehtë. Jo për të. Për veten tënde. Për t'i provuar vetes se ti je zoti i rrugës tënde. Besa ndjeu lotët të ktheheshin, por këtë herë nuk u përpoq t'i fshite. Dhe ti, babi? Ti mund ta bësh këtë? Mund të shtireshe për një ditë se ajo ende është pjesë e jetës sonë? Besniku shikoi Valbonën dhe në atë vështrim kishte kaq shumë. Vite dashurie, vite dhimbjeje, vite vetmie. Vite netësh pa gjumë i shqetësuar nëse kishte bërë zgjedhjen e duhur, nëse po ishte baba dhe nën mjaftueshëm, nëse Besës do t'i mungonte diçka që ai nuk mund t'ia jepte. Unë mund të bëj gjithçka për ty, Besa. Nëse ti vendos se do ta bësh këtë, unë do të jem pranë teje. Besa fshiu lotët dhe shikoi të ëmën. Do ta bëj. Por me një kusht. Ti do të më thuash të vërtetën. Përse ike, ku ke qenë gjithë këto vite, për gjithçka. Pa gënjeshtra, pa justifikime. Të vërtetën e plot. Dhe pasi të mbaroj vizita jote e biznesit, ti do të ikësh.
Dhe këtë herë nuk do të kthehesh nëse nuk je gati të jesh pjesë e jetës si me vërtet. Jo kur të jetë e përshtatshme, jo kur të kesh nevojë për diçka, por vërtet. Valbona tundi kokën, lotët I rridhnin në përfytyrë. Të premtoj. Faleminderit, Besa. Faleminderit që je një person shumë më I mirë se sa kam qenë unë ndonjëherë. Ana e vëzhgoi atë sken me zemër të shtrënguar. Kishte një mësim të thellë aty për faljen, për rritjen, për zgjedhjen se kush do të jesh pavarësisht se çfarë të kanë bërë. Dhe ajo kuptoi se duhej ta zbatonte të njëjtin mësim në jetën e saj. Duhej të zgjidhte se kush donte të ishte, pavarësisht se çfarë priste prej saj babai apo kompania e saj. Atë natë, Ana u kthye në bujtinë dhe I telefonoi Jonës. Dua që të caktosh një takim me bordin e plot drejtues. Përpas 3 ditësh. Në Peqin. Jona heshti për një moment. Ana, e di që baba yt do të përpiqet ta pengoj këtë, apo jo? Ai po thotë se ke pasur një krizë nervore, se nuk je në gjendje të marrësh vendime. Ai tashmë ka filluar procesin e largimit tënd. Atëherë më mirë të veproj shpejt, u përgjigj Ana me një vendosmëri që nuk e dinte se e kishte. Jona, më beson? Gjithmonë të kam besuar, u përgjigj Jona pa hezitim. Atëherë dua të bësh edhe diçka tjetër. Më duhen të gjitha dokumentet për koncesionin e terrenit të Peqinit. Kontratat, miratimet, gjithçka. Dhe dua që të zbulosh në mënyrë diskrete se kush tjetër në kompani e dinte për lidhjen mes Artan Dervishit dhe kryetarit të bashkisë. Kjo mund të kushtoj punën, Jona. E di. Por disa gjëra janë më të rëndësishme se puna. Do të siguroj atë që të duhet. Në 3 ditët në vijim, Peqini u shndërrua në një qendër aktiviteti frenetik. Ana, Besniku dhe Besa punuan së bashku, duke e shndërruar servisin në një lloj shtabi të improvizuar. Me ndihmën e banorëve, ata dokumentuan çdo shtëpi që do të prekej, çdo histori, çdo lidhje komunitare që do të prishej. Besa, me mendjen e saj të shkëlqyer të një inxhinierie të ardhshme, e ndihmoi Anën të përpunonte një plan alternativ të detajuar për ndërtimin e fabrikës në terrenin industrial të braktisur. Teto Marta sillte ushqim çdo ditë. Gjatë Qemali dhuroi kafe dhe bukë të freskët. Familja Hoxha ofroi aftësitë e tyre në informatik për të organizuar të dhënat. I gjithë komuniteti u bashkua, çdo person kontribuonte me atë që mundej. Dhe për herë të parë në jetën e saj, Ana kuptoi se çfarë do të thoshte të punoje vërtet me njerëz, jo vetëm të menaxhoje burime. Gjatë këtyre ditëve, ajo gjithashtu pati mundësinë ta njihte më mirë Besnikun. Zbuloi se ai ishte I ve, jo sepse gruaja I kishte vdekur, por sepse ai kur nuk ishte divorcuar zyrtarisht nga Valbona, duke ruajtur një shpresë të kotë se një ditë ajo do të kthehej. Zbuloi se ai I binte kitarës në netët e vetmuara, se adhuronte astronominë dhe I tregonte yjsit Besës në çatin e servisit. Zbuloi se ai ishte I sjellshëm, I duruar dhe kishte një sens humori të thatë që e bënte të qeshte edhe në momentet më të tensionuara. Dhe zbuloi se po binte në dashuri me atë burr të thjeshtë që jetonte një jetë autentike larg falsiteteve të korporatave. Besniku gjithashtu filloi ta shihte Anën me sy të tjerë. Jo më si drejtuesen e ftohtë që kishte ardhur të shkatëronte shtëpinë e tij, por si një grua që kishte pasur guximin të njihte gabimin e saj dhe të luftonte për ta korrigjuar atë. Një grua që nuk kishte frikë të përvishte mëngët, të ulej në dyshemen e servisit e rrethuar nga letra dhe harta, të pinte kafe të ringrohur në filxhan të vjetër. Një grua që I dëgjonte historitë e tij dhe I kuptonte vërtet, që bënte shaka me Besën dhe e trajtonte jo si fëmijë, por si të barabartë. Një grua që, për herë të parë pas vitesh, ja bënte zemrën të konsideronte mundësinë për të besuar përsëri. Kur erdhi dita e takimit, një furgon me logon e Gjoni ndërtim parkoi përballë servis priftit. Gent Gjoni zbriti I pari, I ndjekur nga Artan Dervishi dhe 3 drejtorë të tjerë. Genci ishte një burr imponues, gati 70 vjeç, me flokë të thinjur të krejur në mënyrë perfekte dhe një kostum që kushtonte më shumë se makina e Besnikut. Fytyra e tij ishte një maskë zemërimi të përmbajtur kur pa të bijën. Ana, çfarë dreqin mendon se po bën? Pyeti ai, zëri I tij therrës. Më bëre të vi deri në këtë vend të harruar nga Zoti për çfarë? Për të më turpëruar? Për të shkatëruar karrierën tënde? Ana qëndroi e palëkundur. Erdha për të treguar të vërtetën. Për të treguar atë që raportet nuk tregojnë.
për të treguar se çfarë do të thotë të ndërtosh vërtet mbi jetët e njerëzve, dhe për të ekspozuar mashtrimin që fshihet pas zgjedhjes së këtij terreni. Artan Dervishi Uzbe. Çfarë po insinuon? Nuk po insinuoj asgjë, u përgjigj Ana, zëri i saj i qetë por i prerë. Po pohoj. Ti e zgjodhe këtë terren jo për leverdishmëri teknike, por sepse kushëriri yt është kryetari i bashkisë së këtij qyteti. Sepse ju kurdisët së bashku një skem për të përfituar nga shpronësimi i 32 familjeve. Dhe unë i kam provat. Ajo hapi laptopin dhe tregoi dokumentet që Jona kishte siguruar. Datat nuk gënjenin. Dekreti për ndryshimin e përdorimit të terrenit ishte nënshkruar 3 ditë pas një takimi privat mes Artanit dhe kryetarit të bashkisë. Një takim që nuk figuronte në agjendën zyrtare të asnjërit prej tyre, por që ishte regjistruar në një restorant ku ata kishin drekuar së bashku. Shpenzimet e drekës, ironikisht, ishin paguar me kartën e biznesit të kompanisë. Drejtorët e tjerë filluan të pëshpërisnin mes tyre. Genz Gjoni shikonte Artanin me një shprehje që përziente zemërimin dhe zhgënjimin. Por Ana nuk kishte mbaruar. Ajo prezantoi planin alternativ që kishte zhvilluar me Besën. Tregoi se si terreni industrial i braktisur jo vetëm që ishte i realizueshëm, por ishte më i mirë. Më shumë hapësirë për zgjerim në të ardhmen, më pak rezistencë komunitare, akses më i mirë në transportin e mallrave. Dhe më e rëndësishmja, 0 familje të larguara. Kostoja shtesë do të ishte 15%, por përfitimet afatgjata e tij kalonin gjerësisht këtë investim. Dhe atëherë Besa bëri një hap përpara. Në moshën vetëm 16 vjeç, ajo shikoi ata burra të fuqishëm me kostume dhe kravata pa frikë. Ju shihni numra në tabela. Unë shoh shtëpinë time. Ju shihni mundësi fitimi. Unë shoh fqinjet e mi, njerëzit që më pan të rritesha, që më sollën ushqim kur babai im ishte i sëmur, që më mësuan të ngisja biçikletën. Fabrika juaj do të sjellë vende pune? Shkëlqyeshëm. Por pse duhet të shkatërroj jetë në proces? Pse progresi duhet të nënkuptoj fshirjen e historisë? Heshtja që pasoi ishte absolute. Ajo vajzë, me thjeshtësinë dhe të vërtetën e saj, kishte thënë me pak fjalë atë që të gjitha raportet e korporatave dështonin të kapnin. Genz Gjoni shikoi mbesën e mekanikut, pastaj të bien e tij, dhe diçka në fytyrën e tij ndryshoi. Ndoshta ishte njohje. Ndoshta ishte turp. Ndoshta ishte, për herë të parë në dekada, një shkëndi humanizmi që çante armaturën e korporatës që ai kishte ndërtuar gjatë viteve. Ai u kthye nga Artani. Je i pushuar nga puna. Me efekt të menjëhershëm. Dhe nëse zbuloj se të tjerë në kompani ishin të përfshirë në këtë skem, ata do të shkojnë bashkë me ty, pastaj, ai shikoi Anën. Sa për projektin, ai bëri një pauzë, qartësisht duke luftuar me krenarinë e tij, ti e miratuar për të udhëhequr zbatimin e planit alternativ. Më trego se mund ta bësh këtë siç duhet. Ana ndjeu një val lehtësimi, por edhe habie. Ajo kishte pritur të pushojë nga puna, të përjashtohej, të shkatërrohej profesionalisht. Por babai i saj, sado i rrept që ishte, ende kishte një kod etike diku brenda tij. Një kod që nuk toleronte korrupsionin, edhe kur vinte nga aleatët e tij më të afërt. Faleminderit, babi. Por duhet të them diçka. Unë nuk do ta udhëheq këtë projekt. Genci rudhi vetullat. Si kështu? Sepse unë jap dorëheqjen, tha Ana, zëri i saj i prerë. Kam kaluar vite duke u përpjekur të provoj se e meritoj vendin tim në kompani. Duke u përpjekur të tregoj se jam po aq e mirë sa çdo burr. Por në proces, unë humba veten. Harrova pse e fillova gjithë këtë. Harrova se biznesi duhet të shërbej njerëzve, jo e kundërta. Kështu që unë do të filloj rrugën time. Një rrugë ku nuk më duhet të zgjedh mes të bërit të gjës së duhur dhe të mbajturit të punës sime. Besniku bëri një hap përpara. Ajo do të punoj me mua, tha ai, duke befasuar edhe vet Anën. Do ta shndërrojmë servisin në një qendër edukimi teknik. Tu mësojmë të rinjve të këtushëm të punojnë me duar, të riparojnë, të krijojnë, të ndërtojnë. Dhe ajo, me gjithë përvojën e saj korporative, do të më ndihmoj ta strukturoj këtë. Do të ndihmoj të sjell mundësi reale për qytetin ton në mënyrën e duhur. Ana shikoi besnikun me mirënjohje dhe diçka më shumë. Diçka të ngrohtë, të thellë, të frikshme dhe të mrekullueshme në të njëjtën kohë.
Besa buzëqeshi dhe Ana kuptoi se vajza e kishte kuptuar se çfarë po ndodhte mes saj dhe babait të saj shumë më herët se sa ata vetë. Genz Johnny vëzhgoi skenën, e bia që ai ishte përpjekur ta modelonte sipas imazhit të tij më në fund po çlirohej. Një pjesë e tij ishte e tërbuar. Por një pjesë tjetër, një pjesë më e vogël, por ende e pranishme, ishte krenare. Ajo kishte pasur guximin të zgjidhte rrugën e saj, të sfidonte gjithçka dhe të gjithë për atë që besonte. Ndoshta ajo ishte më e fortë se sa kishte qenë ai ndonjëherë. Nëse kjo është ajo që do, tha ai më në fund, atëherë shko. Por mos eja të më kërkosh ndihmë kur gjërat të vështirësohen. Ana buzëqeshi. Nuk do të kem nevojë. Unë kam gjithçka që më duhet këtu. Drejtorët u larguan duke marrë me vete Artan Dervishin, i cili do të hetojë zyrtarisht për konflikt interesi. Furgoni u zhduk në rrugën me çakëll, duke lënë një re e pluhuri të kuq që gradualisht u ul. Besniku, Ana dhe Besa qëndruan aty përballë servisit duke parë të ardhmen që kishin ndërtuar së bashku. Disa ditë më vonë, kur pluhuri ishte ulur fjalë për fjalë dhe gjërat filluan të stabilizoheshin, Ana mori një telefonat nga Jona. Ajo ishte promovuar në menaxhere projektesh, duke zënë vendin që Ana kishte lënë bosh. Dhe ajo kishte një lajm, gjyqja e Anës, e cila kishte ndëruar jetë vite më parë, i kishte lënë një trashëgimi të konsiderueshme në testamentin e saj. Por kishte një kusht, parat mund të aksesoheshin vetëm kur Ana të demonstronte pavarësi reale nga kompania e babait. Avokatja e familjes konsideroi se dorëheqja dhe fillimi i një projekti të vetin e përmbushte në mënyrë perfekte këtë kriter. Ana përdori një pjesë të parave për të blerë terrenin pranë servisit dhe për të ndërtuar qendrën e edukimit teknik. E quajtën qendra Rënjët, një vend ku teoria dhe praktika takoheshin, ku të rinjt e Peqinit mund të mësonin zanate reale dhe të përgatiteshin për një të ardhme pa pasur nevojë të braktisnin rënjët e tyre. Besa, pavarësisht bursës së plotë që kishte fituar për inxhinieri në Tiranë, vendosi ta shtynte për një vit. Ajo donte të ndihmonte në strukturimin e qendrës, donte të ishte pranë babait, donte të ishte pjesë e atij transformimi. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, ajo donte të ishte afër për të parë se çfarë do të ndodhte mes babait të saj dhe Anës. Sa për Valbonën, ajo e mori punën. Vizita e drejtuesve te familja Gjoja e lumtur në Peqin ishte një sukses, falë aktrimit bindës të gjithëve. Por kur gjithçka mbaroi dhe ajo po përgatitej të ikte, Besa e ndaloi te dera. Mund të telefonosh ndonjëherë? Nuk ka nevojë të jetë gjithmonë, nuk ka nevojë të shtireshe se gjithçka është në rregull mes nesh. Por do të doja të dija si je. Të kisha mundësinë të njihja se kush je vërtet tani. Valbona përqafoi të bien, lotët i rrivnin në përfytyrë. Do të telefonoj. Të premtoj. Dhe këtë herë do ta mbaj. Koha kaloi. Vera ja la vendin vjeshtës dhe vjeshta dimrit. Qendra Rënjët hapi dyert me 15 nxënës. Besniku zbuloi se kishte talent për të dhënë mësim, se durimi dhe aftësia e tij praktike ishin pikërisht ato që u duheshin atyre të rinjve. Ana zbuloi se të administroje një projekt social ishte pafundësisht më shpërblyese se sa të menaxhoje tabela korporative. Dhe mes riparimeve të pajisjeve, mësimeve të matematikës së aplikuar dhe kafes së ringrohur, ajo dhe besniku zbuluan se dashuria nuk kishte moshë të caktuar, orë të caktuar, apo vend të caktuar. Ajo thjesht ndodhte kur dy njerëz ia lejonin vetes të ishin të prekshëm, autentik, real. Një natë, pasi të gjithë ishin larguar dhe qendra ishte e heshtur, besniku e gjeti Anën duke organizuar veglat në servis. Ajo ende mbante taka të larta ndonjëherë, por tani të kombinuara me xhinse dhe një këmishë të thjeshtë. Flokët nuk I kishte më të rregulluar në mënyrë perfekte dhe kishte një njollë grasoje në faqe. Ajo kur nuk ishte dukur më e bukur. E di që jam dashuruar me ty, apo jo? Tha ai pa pritur, pa rreth e rrotull. Ana u kthye, zemra I rrite me shpejtësi. Po prisja që ta kuptoje. Besniku buzëqeshi atë buzëqeshjen e lehtë që ajo kishte mësuar ta donte. Dhe ti? Do të më bësh të pres shumë më gjatë? Anës I ra vegla nga dora dhe shkoi drejt tij. Jo. Mendoj se të dy kemi pritur shumë gjatë për gjërat e duhura. Puthja që ata ndan aty, të rrethuar nga vegla dhe ëndra të ndërtuara së bashku, ishte konfirmimi se ndonjëherë rruga e duhur është ajo që nuk e kemi planifikuar.
Është ajo që shfaqet kur një motor prishet në një rrugë me çakëll, kur humbet një takim të rëndësishëm, kur zgjedh njerëzit në vend të fitimeve. Është rruga që ndërton ura në vend të mureve, që bashkon në vend që të ndaj, që mbjell rënjë në vend që t'i shkul. Besa, e cila ishte kthyer për të marrë një libër të harruar, e pa skenën nga dritarja dhe buzëqeshi. Ajo i dërgoi një mesazh Valbonës: "Mendoj se babai im është i lumtur përsëri. Dhe unë gjithashtu. Faleminderit që më mësove, edhe pa dashje, se ne gjithmonë kemi zgjedhje se kush të jemi." Përgjigjja erdhi disa minuta më vonë: "Ti je më e mençur se sa kam qenë unë ndonjëherë. Kujdesu për të. Dhe lëre atë të kujdeset për ty dhe kur mos harro se je e mrekullueshme pikërisht ashtu siç je." Besa e futi celularin në xhep dhe shikoi qytetin që e donte, qendrën që kishte ndihmuar të ndërtonte. Të ardhmen që hapej para saj plot mundësi. Dhe mendoj se ndoshta, vetëm ndoshta, historitë më të mira ishin ato që fillonin me një pengesë, me një plan që shkonte keq, me një takim të papritur në një rrugë të pluhurosur. Sepse ishin këto histori që na detyronin të rriteshim, të zgjidhnim, të bëheshim ata që vërtet duhej të ishim. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Anës, Besnikut dhe Besës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim guximi, heqjeje dorë dhe dashurie të vërtet, lini pëlqimin tuaj, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se cila pjesë ju la më shumë mbresa. Ishte transformimi i Anës? Forca e Besës? Durimi i Besnikut? Apo falja që shëroi plagët e vjetra? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që na bëjnë të vëmë në dyshim zgjedhjet tona dhe na frymëzojnë të jemi versione më të mira të vetes. Ju presim në episodin e ardhshëm, me një histori të re që do t'ju prek emocionet dhe do t'ju bëjë të reflektoni mbi atë që ka vërtet rëndësi në jetë.